Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe në konferencën e sotme ndërkombëtare ku promovua nisma e Shkupit, bëri thirrje për bashkimin e forcave progresive nga rajoni në një luftë përbashkët kundër nacionalizmit, populizmit, krimit organizuar dhe politikave anti-europiane. Në fjalimin e tij hyrës, Filipçe theksoi se Ballkani Perëndimor ndodhet përpara një mundësie historike për ta përfunduar procesin e integrimit evropian, por edhe përballë një sfide serioze nga forcat që veprojnë kundër demokracisë dhe të ardhmes europiane të rajonit. Ai paralajmëroi se nacionalizmi, populizmi, krimi organizuar dhe ekstremizmi po veprojnë gjithnjë më shumë si një front i përbashkët kundër reformave dhe vlerave europiane. Filipçe theksoi se rrjetet kriminale dhe strukturat politike retrograde kanë interes të përbashkët për ta bllokuar përparimin e shteteve të rajonit. После вакви jasni недвусмислени пораки. Veçanërisht shqetësues është bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet krimit organizuar dhe strukturave nacionaliste populiste. Rrjetet kriminale të mbrojtura nga elitat politike retrograde kanë më së shumti frikë nga reformat të sundimit të ligjit që sjell integrimi evropian. Filipçe theksoi se pikërisht për këtë arsye nevojitet një reformë e re e lidhjes rajonale të forcave progresive përmes nismës së Shkupit. Kryetari i LSDM-s nënvizoi se sfidat me të cilat përballen shtetet e Ballkanit Perëndimor janë të përbashkëta dhe kërkojnë përgjigje të përbashkëta. Në nevojitet veprim konkret, në nevojitet solidaritet dhe mbështetje ndërsjellë, në nevojiten strategjitë përbashkëta, ndarje e njohurive dhe përpjekje të koordinuara. Për të mposhtur këtë koalicion të zi rajonal, duhet të përgjigjemi me unitet, vendosmëri dhe bashkëpunim afatgjat. Filipçe theksoi se nuk ka alternativë tjetër përveç mbështetjes së ndërsjellë dhe veprimit përbashkët për ruajtjen e rrugës europiane, demokracisë dhe drejtësisë sociale në rajon.